1 Korintasve, kapitulli 14. Kapuni pas dashurisë dhe kërkoni me zell të zjarrt dhuntit frymërore, por sidomos që të mund të profetizoni, sepse ai që flet një gjuhë tjetër nuk u flet njerëzve, por Perëndisë. Sepse askush nuk e kupton, por në frym flet mistere. Kurse ai që profetizon, u flet njerëzve për ndërtim, për nxitje, për dëllim. Ai që flet një gjuhë tjetër, ndërton veten e tij, por ai që profetizon, ndërton kishën. Por do të doja që të gjithë ju të flisnin gjuhë, por më tepër të profetizonit, sepse ai që profetizon është më i madh se sa ai që flet gjuhë, veçse në interpretoft që të marrë ndërtim kisha. Dhe tani, o vëllezër, po të vija t'ju flisja në gjuhë, çdo bi do të kishit, po të mos ju flisja me anë të zbulesës, a me njohuri, a me profeci, a me doktrinë. Edhe gjërat që nuk kanë shpirt dhe nxjerrin zë, qoftë fyelli ose qestja, po të mos japin zë të dallueshëm, si do të njihet të rënit e fyellit ose i qestes, sepse po të jap boria një zë të panjohur, kush do të përgatitet për betejë? Kështu edhe ju, në qoftë se përmes gjuhës nuk flisni fjalë të kuptueshme, si do të kuptohet çfarë u tha? Sepse do të flisnin në erë. Ka kush e di se sa lloje zërash në botë, dhe asnjë prej tyre nuk është pa kuptim. Pra, në qoftë se unë nuk e marr vesh kuptimin e zërit, do të jem si një i huaj për atë që flet, dhe ai që flet do të jetë një i huaj për mua. Kështu edhe ju, mbasi doni fort të keni dhunti frymërore, kërkoni që t'i keni të bollshme për ndërtimin e kishës. Prandaj ai që flet një gjuhë tjetër, le të lutet që të mund ta interpretoj, sepse në qoftë se unë lutem në një gjuhë tjetër, fryma ime lutet, por mendja ime është e pafryqshme. Ç'duhet, pra, do të lutem me frymën, por do ta bëj edhe me mendjen. Do të këndoj me frymën, por do të këndoj edhe me mendjen. Sepse, në qoftë se ti e lavdëron Perëndin me frymën, ai që zë vendin e të paditurit, si të thot amen për falenderimin tënd, kur nuk merr vesh po thua, sepse ti edhe mund të falenderosh mirë, por tjetri nuk ndërtohet. Unë e falenderoj Perëndin tim, sepse flas më shumë në gjuhë se ju të gjithë. Por nuk ish dua më mirë të them 5 fjalë me mençurinë time për mësimin e të tjerëve, se 10.000 fjalë në gjuhë tjetër. Vëllezër, mos jini fëmijë nga mendja, por jini foshnje për të ligën, dhe jini të pjekur nga mendja. Në ligj është shkruar: unë do t'i flas këtij populli në gjuhë të tjera dhe me buzë të tjera, por as kështu nuk do të më dëgjojnë, thot Zoti. Prandaj gjuhët janë një shenjë jo për ata që besojnë, por për jo besimtarët, kurse profecia nuk është për jo besimtarët, po për besimtarët. Pra, në qoftë se, kur gjithë kisha është mbledhur në një vend dhe të gjithë flasin gjuhëra dhe hyn të paditur, ose jo besimtar, a nuk do të thonë se ju jeni të çmendur? Por, në qoftë se profetizojnë të gjithë dhe hyn ndonjë jo besimtar ose i paditur, ai bindet nga të gjithë dhe gjykohet nga të gjithë. Dhe kështu, të fshetat e zemrës së tij zbulohen. Edhe kështu, duke rënë përmbys, do të adhuroj Perëndin, duke deklaruar se Perëndia është me të vërtet midis jush. Ç'duhet bërë, pra, o vëllezër? Kur të mblidheni, secili nga ju ka psalm, ka mësim, ka të folur në gjuhë tjetër, ka zbulesë, ka interpretim gjuhësh, të gjitha le të bëhen për ndërtim. Nëse ndonjë flet në gjuhë tjetër, le të bëhet kjo nga 2 më të shumtën 3 vetë dhe njëri pas tjetrit, dhe një le të interpretoj. Por nëse nuk ka interpretues, le të hesht në kish dhe le të flas me veten e tij dhe me Perëndin. Le të flasin 2 a 3 profet dhe të tjerë të gjykojnë. Por nëse ka një zbulesë ndonjë tjetër që rri ulur, le të hesht i pari, sepse të gjithë, njëri pas tjetrit, mund të profetizojnë, që të mësojnë të gjithë dhe të inkurajojnë të gjithë. Dhe frymërat e profetëve u nështrojnë profetëve, sepse Perëndia nuk është Perëndi trazimi, por paqëtimi si në të gjitha kishat e shenjtorëve. Gratë tuaja të heshtin në kisha, sepse nuk u lejohet të flasin, por duhet të nënshtrohen, sikurse thot edhe ligji. Dhe në qoftë se duan të mësojnë ndonjë gjë, le të pyesin burrat e tyre në shtëpi, sepse është turp për gratë të flasin në kish. Apo prej jush doli fjala e Perëndisë, apo vetëm te ju arriti? Në qoftë se dikush mendon se është profet ose frymëror, le të njohë se ato që po ju shkruaj janë urdhërime të Zotit. Dhe nëse dikush është i paditur, le të jetë i paditur. Prandaj, o vëllezër,
kërkoni me zell të zjarrt të profetizoni dhe mos ndaloni së foluri në gjuhëra. Por të gjitha të bën siç ka hije dhe me rregullsi,